Kupa e Shqipërisë në futboll për femra luajti në fundjavë ndeshje çerek finale ku një prej çifteve ishte ai mes Atletik Klub Shkodra dhe Vllaznis, një derbi shkodrani luajtur në Reshit Rusi që vuri përballë dy skuadra me pozicione të kundërta në klasifikim, Vllaznia kryesuese dhe Atletik Klubi i fundit. Vajzat e drejtuara nga Nikolin Leka dhe Paula Jaku ishin dominuese duke mos e diskutuar në asnjë moment fitoren që erdhi në shifra të thella 9-0. Vllaznia luajti me vajza të reja nga ekipi U17, por me një gërshetim duke patur edhe përvojën brenda me në krye kapitenin Megidoçi, që edhe në këtë ndeshje spikati me një dopjet. Golat e tjerë u shënuan nga Hardhia, Borçi, Kolekaj, Mataj, Hasaj, Deda dhe Vuksani. Edhe pse ka edhe një ndeshje tjetër të kthimit për të luajtur, fitoria e thellë në takimin e parë është i hap shumë i sigurt i Vllaznisë për kalimin në turin tjetër. Vllaznia ka si objektiv të saj fitoren e trofeut të kupës, gjithnjë duke ecur paralelisht edhe me objektiv të fitimit të titullit kampion, shpreh zëvendës trajnerja Paula Jaku. Them drejtën, ne u fokusuam sot më shumë tek vajzat e reja, te lojtarët e U17, ato ishte përqendrimi më i madh, pas parasysh që kishim një ekip që është relativisht i lehtë, edhe u munduam sa më shumë të aktivizonim vajzat U17 që të shohim edhe ne për të ardhmen disa nga lojtarët tona. Siç u pallën ndeshje, ne dominuam komplet edhe pse kishim vajzat që ishin nga ekipi i voglave, kështu që nuk besoj se do të kemi surpriza në këtë aspekt. Normalisht është shart i fortë sepse vetë formula e kupës është e tillë që skuadra e parë luan me skuadrën e fundit të renditjes në klasifikim. Normalisht është një derbi shkodran, pa derbi shkodran do të ishte nëse do të kishte i rivalitet në fushën e vlerë. Them drejtën, diferencat janë tepër të mëdha sepse skuadra e Vllaznis ka lojtare tepër cilësore. Normalisht mundum me të japshin më të mirë në fushën e lojës. I përgëzoj vajzat, kena vajza të reja, të cilët janë afruar edhe kohët e fundit tek skuadra jonë. Po tentojmë bëjmë diçka të mirë, të rrisim sa do pak ta vajza dhe të kena mundësi që nesër në vazhdim të jena pak edhe më tepër solid dhe pak më tepër konkurrues në kampionatin e femrave.